إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e serialit Pastruesit e mëkateve, pastruesit e gjunaheve, pastruesit e gabimeve tona. Allahu azza wa jall secilit prej nesh i dha mundësi, i dha zgjidhje, i dha shkaqe që nëse ban gabime, nëse ban gjunahe në jetën e tij, të ketë mundësi ato gabime, ato gjunahe ti pastron, ti shlin në këtë dunja dhe mos ti merr me vete para Allahut azza wa jall. Në mesin e atyre shkaqeve, në mesin e atyre mundësive që njeriu ti vepron në jetën e tij për ti pastruar gjunahet e tij, kemi përmendur si shkak agjërimin, kemi përmendur abdesin, kemi përmendur namazin, kemi përmendur dhikrin, sadakan e kështu me radhë ibadete të cilat nëse njeriu i vepron, këto ibadete i pastrojnë besimtarit gjunahet e tij. Derisa me lejen e Allahut azza wa jall kemi arritur në një ibadet të madh, i cili pastron çdo gjë. Çdo gabim që e ka bë besimtari mund ta pastron atë. Çdo mëkat që e ka bë mëkatari mund ta pastron atë. Me çfarë? Me pendim ndaj Allahut azza wa jall. Të pendohet të Allahu azza wa jall, Allahu i afal gjunahet e kaluara, i afal gjunahet e vogla, i afal edhe gjunahet e mëdhaja. Me pendim, njeriu çdo gabim që e ka bë mund ta pastron para Allahut azza wa jall, derisa nëse njeriu ka gabuar deri në atë shkallë, sa që i ka bë kufër Allahut, i ka bë shirk Allahut azza wa jall, megjithatë ai njeri ka mundësi që duke u penduar te Allahu sinqerisht të jetë i pastruar, i larguar edhe nga shirku, edhe nga kufri, e mos të flasim për gjunahet tjera. Pendimi është ai i cili i pastron gjunahet e besimtarit. Nëse bëjmë gjunahe në jetën tonë, e që nuk ka dyshim që ne do të bëjmë gjunahe, nga se të gjithë jemi gabimtar, të gjithë jemi mëkatar, dera për të pastruar, dera për të shlyer ato gabime që i kemi bë, është e hapur te Allahu azza wa jall. Nuk ka gjunah i cili nuk mund të pastrohet. Nuk ka gabim i cili nuk mund të fshihet. Nuk ka mëkat të cilin Allahu nuk e fal nëse njeriu pendohet prej tij. Deri në atë shkallë sa që Allahu azza wa jall na tregon në Kur'an për disa njerëz, për disa zullumqar, për disa njerëz aq të këqij, sa që këta njerëz kishin marrë një hap të madh kundër besimtarve, kundër atyre të cilët dëshmojnë la ilaha illa Allah. Në një kohë
para kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte një mbret i cili e kishte shpall veten Zot. Kërkonte që njerëz ta besojnë atë, njerëz ta adhurojnë atë. Ata të cilët ishin kundër atij, nuk e besuan si Zot, ky mbret urdhëroi që të hapen disa gropa, disa hendeqe, dhe ai i cili nuk pranon ta ndryshon fenë e tij, ta beson mbretin si Zot, do të hudhet në te. Këto gropa do të mbushen me dryj, do të mbushen me zjarr, dhe ai i cili nuk e pranon një gjë të tillë do të hudhet në zjarr i gjallë. Subhanallah. Këtë tragjedi, këtë ngjarje të dhimbshme, këtë fatkeqësi, Allahu Azza wa Jall e përmendi në Kur'an, në surën e njohur, në surën Buruj. Tha Allahu Azza wa Jall: Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, idhum alejha qu'ud, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Këta i hapën gropat, i hapën hendeqet, e ndezën zjarin e madh, flakën e madhe, kërkonin prej njerëzve, a është mbreti Zoti ajo? Jo, hudheni në zjarr. Tjetri, a është mbreti Zot ajo? Jo, hudheni në zjarr. Secili i cili nuk e beson mbretin për Zot, do të hudhet në zjarr i gjallë. Derisa në hadithin të cilin e nxjerr Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rreth këtij rasti na tregoi edhe për një grua e cila e kishte një foshnjë në krah. I erdhi radha edhe asaj: "Ti a beson që mbreti është Zot?" Tha: "Jo." Mirë, po kur e pa që do ta hudhin në zjarr me gjithë foshnjën e saj të vogël, filloi të lëkundet sikur ndoshta do të kthehet mbrapa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu në këtë rast i amundsoi foshnjës të flet. Fëmiu i vogël foli, ju drejtua nanës duke thënë: "Bëj sabër o nana ime, bën sabër se ti je në hak." Atëherë kjo grua qëndroi e palëkundur, mirë po, me gjithë foshnjën e saj u hudh në zjarr. Dhe të gjithë ata të cilët besuan, të gjithë ata të cilët dëshmuan në La ilaha illallah. Për çfarë arsye u mbytën, për çfarë arsye u dogjën? Tha Allahu Azza wa Jall: "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid." Nuk u hakmarën njerëzit kundër këtyre përveç se për shkak se ata e besuan Allahun Azza wa Jall. Këta njerëz ishin fajtor, për çfarë arsye? Për arsye se e besuan Allahun, për arsye se ishin musliman. Sa musliman sot në botë janë fajtor? Për çfarë arsye? Për arsye se janë musliman. Vetëm pse janë musliman janë fajtor. Vetëm pse janë musliman mbyten, vetëm pse janë musliman vriten, vetëm pse janë musliman bombardohen. Për çfarë arsye? E kanë një faj. Cili është faji i tyre më i madhi? Faji i tyre është La ilaha illallah. Këta njerëz janë fajtor. Dhe kështu këta njerëz ishin fajtor, u hudhën në zjarr për së gjalli. Nga kush? Nga dora e zullumqarëve. Mirë po Allahu Azza wa Jall pas kësaj ngjarje tha: Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Ata të cilët i sprovuan, ata të cilët i dhunuan, ata të cilët i mbytën, i dogjën besimtarët dhe besimtarët për së gjalli, thumma lam yatubu, dhe nuk u penduan, ata do të jenë në zjarr të xhehenemit në dënimin e flakës. Ku e kemi fjalën thumma lam yatubu? Allahu thot, këta të cilët e bën këtë zullum dhe nuk u penduan. Po të ishin penduar,
Edhe këta njerëz që i kanë mbyt muslimanët për së gjalli, të ishin penduar, Allahu Azza wa Jall u a kishte fal atyre mëkatin. Subhanallah, çdo njeri, sa do që të ketë bë gabime në jetën e tij, sa do që të jenë gjunahet e mëdhaja, sa do që vitet ti ketë kaluar në dalalet, në devijim, jo në rrugt të Allahut Azza wa Jall, vjen momenti që dëshiron të kthehet te Allahu, dera është hapur. Çdo njeri dhe çdo mëkat që është bën nga dikush mund të falet te Allahu Azza wa Jall. Kur njeriu kthehet. Kur njeriu vendos që të ndryshon në jetën e tij, kur njeriu vendos të rikthehet Allahut Azza wa Jall. Kështu ndodhi me një njeri për të cilin na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili kishte jetuar më herët, kishte bë gabime të mëdha, kishte bë gjunahe të mëdha. Gjunahe të mëdha kishte bë ky njeri, sa që një njeri të tillë ne nuk e gjejmë në vendet tona, nuk mund ta gjejmë kujt i përngjan ky. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka qenë një njeri i cili në vendin e tij, në popullin e tij, kishte mbyt, kishte vra 99 njerëz. Subhanallah, a keni pa dikant? A njihni dikant i cili ka mbyt 99 vet? Nuk kemi pa. Ky njeri kishte mbyt 99 njerëz. Mirë po, mendoj të pendohet, mendoj të kthehet, mendoj të përmirësohet. Ju kërkoj njerëzve, ku mund të drejtohem që edhe unë të pendohem. I than filani, është një njeri që ban shumë ibadet, shko te ai, kërko prej atij përgjigje. Shkoj te ai njeri, o filan, unë kam mbyt 99 vet. A ka pendim për mua? A ka falje për mua? Tha, 99 njerëz i ke mbyt dhe don të pendohesh, s'ka falje për ti. Për ti, s'ka falje. Gjitha ato mëkate, gjitha krim që e ke bë, s'ka falje për ti. E nëse ashtu, në xhehenem se në xhehenem, falje jo, nuk ka për mua, atëherë le të jesh ti 100 e mbytje dhe atë. Subhanallah, mirë po nuk u dorëzua, si kur në zemrën e ti, zemra e ti digje flak për t'ju kthyer Allahut, për t'u penduar të Allahu Azza wa Jall. Kërkoj ende zgjidhje. A ka ndonjë zgjidhje për mua? A ka pendim për mua? Than filani, është dietar, shko te filan dietari, kërko përgjigje prej tij. Shkoj ky njeri te dietari i atij vendi dhe kërkoj përgjigje. Unë i kam mbyt 100 vet, 100 njerëz. A ka pendim për mua? Dietari i tha, po a ka dikush i cili mund të ndërhin ndërmjet teje dhe Allahut Azza wa Jall? A ka dikush që mund të ndërhin ndërmjet teje dhe faljes dhe pendimit të Allahu Azza wa Jall? Kush mundet me ndërhin? Allahu e fal çdo gjuna, Allahu e fal çdo gabim, Allahu e fal çdo mëkat. Pendohu te Allahu Azza wa Jall, Allahu do ta fal. Mirë po, largohu prej vendit tant, largohu prej atij rrethi ku ke bë gjunahe, ku ke bë harame. Dhe kjo është me rëndësi, ai i cili don të pendohet, dëshiron të udhëzohet, duhet të largohet pak. Largohu prej asaj shoqërie me të cilën ke qenë më herët, dëshiron të udhëzohesh, të kthehesh në rrugën e Allahut Azza wa Jall, po mos rrima me ata shok që alkoolin e keni pas në tavolinë. Mos rrima me ata shok me të cilët ke dal natën në për diskoteka. Mos rrima me ata shok që keni qenë në drogë, në kamat, në kazino, në bastore, në harame. Mos rrima me ata, se edhe nëse pendohesh për një kohë të shkurt, ndoshta
ndoshta do të kthehesh mbrapa aty ku ke qenë. Largohu prej shoqërisë së keqe. Tha ti nëse pendohesh, largohu prej vendit tanë, shko në një vend tjetër. Shko në atë vendin tjetër, Allahu Azza wa Jall do ta fal gabimin, do ta fal gjunahun tanë. Ky njeri u pendua te Allahu Azza wa Jall sinqerisht. E la vendin e tij dhe u nis për një vend tjetër. Duke shkuar rrugës, në gjysmë të rrugës, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vijnë me lajket që t'ja marrin shpirtin. Subhanallah, sa vdekja afër. Sa vdekja afër edhe neve. Ne që ndoshta her pas here mendojmë se ka kohë për t'u penduar. Ndoshta meleku i vdekjes është duke ardhur. Ndërsa ne ende vonohemi me shpresën e gjatë. Ky njeri duke shkuar në vendin tjetër, në gjysmë të rrugës, vinë me lajket. Mirë po, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhen me lajket e rahmetit, erdhen me lajket e dënimit. Me lajket e rahmetit thonë, ne do t'ja marrim shpirtin nga se ky është penduar. Me lajket e dënimit thonë, ne do t'ja marrim shpirtin nga se ky i ka bo gjitha ato gjunahe, nuk ka bo vepra të mira. Të dy palët e me lajkeve, kush do t'ja merr shpirtin këtij njeriu, i cili ka mbyt 100 vet, mirë po shpenduar të Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu Azza wa Jall e çon një melek që të ndërmjetëson ndërmjet dy palve, të ju thot atyre, mateni vendin, nga cila anë ky njeri është më afër. Nëse është më afër nga vendi i mëkateve, i marrin me lajket e dënimit shpirtin. Nëse është më afër nga vendi pas të cilit është penduar dhe për në atë vend është nisur, i marrin shpirtin me lajket e mëshirës të rahmetit. Mateni vendin. Dhe pasi e matin vendin, e shohin që një pëllamb vetëm sa ka kaluar ky njeri nga ana tjetër. Në një transmetim tjetër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i foli tokës, i tha, fa auha Allahu ila hadhihi an taqarrabi wa auha ila hadhihi an tabaadi. Subhanallah. Allahu i tha tokës, ti nga kjo anë largohu, ti nga kjo anë afrohu, që njeriu të jetë ma afër asaj toke tjetër nga e cila është nis, Allahu ja fali gjunahën. Subhanallah. Allahu Azza wa Jall e lëviz edhe tokën për ta falur gabimtarin, për ta falur gjunahqarin. Mirë, po kërkot prej neve si gabimtar, edhe ne të lëvizim. Edhe ne të lëvizim. Edhe ne të bëjmë një hap. Allahu tokën e lëviz. Mirë, po nësa raste ne nuk lëvizim fare. Bane një hap, vetëm një hap, bane për të Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall do ta udhëzon atë njeri në rrugën e drejtë, do t'ja hap gjitha dyert, do t'ja mundson që ai të përmirësohet, të udhëzohet, ama bane një hap. Fillo dhe mos mendo shumë gjatë, nga se shejtani të paraqet pengesa, mos mendo shumë gjatë. Si do të pendohem, e pasi të pendohem, çka do të bëhet me mua, çfarë sprova do të m'vinë, sa njerëz do të më largohen, dhe gjitha ato pengesa tjera që mund t'i paraqet shejtani. Pendohu te Allahu Azza wa Jall në moment, bane hapin. Mos prit, bane hapin. Merr abdes, falu, mos mendo shumë gjatë. Merr abdes, falu. Fali 2 rekat, pendohu të Allahu. Ngritu natën, ngriti duart dhe lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i fal gjunahet. Mere telefonin, fshi këngët, videot, muzikat, gjërat e kota që i ki në telefon, prej ati momenti dhe jo nesër pas nesër. Në moment bane hapin e parë, pastaj Allahu ta lehtëson rrugën. Mirë po ti bane një hap.
Ky njeri e mori hapin, Allahu Azza wa Jall i afali gjunahet. Vetëm ati njeriu, jo vetëm ati njeriu, çdo njeriu në dunja, çdo njeri në dunja, gjatë gjithë historisë njerëzit kanë gabuar, gjatë gjithë historisë njerëzit janë penduar. Ata që janë penduar janë falur, kanë gjetë falje të madhe të Allahu Azza wa Jall, deri në atë shkallë sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Ya ibn Adam, o biri Ademit, law ataytani bi qurabil ardi khataya", me arte me gjunahe sa toka. A ka dikush prej neve gjunahe sa toka? Po edhe aq sa toka me pas gjunahe, mos mi ba shirk Allahut, Allahu e falë robin e ti. Sa do që të kemi gjunahe, gjunahe kemi plot, të mdhaja dhe të vogla, haptas edhe fshetas, mirë po dera e pendimit është hapur. Afrohu të Allahu Azza wa Jall, pendohu të Allahu Azza wa Jall. Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Në një prej rasteve të kësaj kohe, tregon një hoxh i Arabisë Saudite për një njeri, për një të ri, gabimi i të cilit kishte arritur në maje, në kulm. Gabim më të madh nuk ka. Gabim më të madh në dunja nuk ka. Ky i ri kishte përfunduar shkollën e mesme nga Arabia Saudite, do të niset për në studimet e larta, do të merr udhëtimin e tij për në Francë. Njeri i cili e don dinin, e don ibadetin, e don fen Allahut Azza wa Jall, e don Kaben, derisa para se të niset shkon në Mekke, shkon në Kabe. Familja e përcjellin, nana e përcjell, mirë po ky nga dashuria e madhe ndaj Kabes, pak dhe kthen kokën mbrapa, si do ta lën vendin, si do ta lën Kaben. Mirë po vjen momenti që të niset për në Francë në studime. Shkon atje, hyn në studimet, në drejtimet e tij, fillon një jetë pak më ndryshe, fillon të jeton në mesin e jo muslimanëve, fillon të sheh femra të zhveshura për çdo ditë, fillon të përzihet gradualisht me lloj-lloj njerëzish, derisa fillon të dobësohet në imanin, në fenë e tij. Duke u dobësuar nga njëra anë, duke u afruar me të tjerët nga ana tjetër, gradualisht duke filluar dhe duke e lanë fenë Allahut Azza wa Jall, duke e lanë namazin, duke e lanë Kur'anin, duke e lanë dhikrin, duke e lanë ibadetin, duke u shoqëruar me ateista, duke u shoqëruar me krishter, duke u shoqëruar me të tjerë, duke filluar, duke formuar shoqëri me femra të huaja, derisa një ditë prej ditëve e thërasin shokët që të shkojnë në një kishë në të cilën ata kanë kohë të caktuar, ta marrin dhe këte me veti në shoqërinë e tyre. Ky i ri bie dakord që të shkon atje. Shkojnë së bashku, arrin në kishë. Ky njeri i cili ka ardhur nga vendet islame, derisa duke e shpeshtuar vizitën, vjen momenti që ky të bindet me shoqërinë e tij që ta ndryshon fenë e tij. Subhanallah. A ka gabim më të madh? Jo. A ka gjunah më të madh? Jo. Mëkati më i madh në këtë dynja me i bë shok Allahut Azza wa Jall. Ky i ri vjen momenti i tij që në kish para shokëve ti vendohet kryqi. Subhanallah. Kjo mos të na duket e çuditshme. Allahu i ruajt edhe popullin ton dhe popull tjerë të cilët jetojnë në ato vende. Allahu i ruaj. Është fatkeqësi nëse nesër do të gjesh nipa edhe mbesa të haxhiut të vendeve tona, të cilët jetojnë në ato vende që ndoshta pas pak gjeneratave ka mundësi të kthehen me kryq. Megjithse një fatkeqësi e tillë vetëm se ka filluar, po Allahu i ruaj të gjithë ata të cilët janë në ato vende të rrethuar
me njerëz të një feje tjetër, të një bindje tjetër, të një devijimi të madh. Ky njeri me kryq fillon një jetë tjetër jashtë asaj islame. Vjen momenti, bisedon her pas here me nanën në telefon, vjen momenti pas sa kohë të kthehet në Arabinë Saudite. Dalin familja në aeroport, e presin atë. Kur mbrin, e shohin që djali i tyre është kthy ndryshe. Jo ai i cili ka shkuar, pamja e tij është ndryshe. Veshja e tij është ndryshe. Çdo gjë e atij është ndryshe. Mirë, po ata nuk e dinë që edhe zemra e tij është ndryshe. Edhe feja e tij është ndryshe. Derisa nana mërzitet shumë, pikëllohet shumë, fillon të qanë për gjendjen e djalit. Çka ka ndodhur me ty? Çka u bë me ty? Mirë, po djali nuk është në rrjedha fare. Kjo është liria që na takon neve. Secili është i lirë me bën në jetën e tij çka dëshiron. Nuk ka asgjë të keqe. Ti e ke bindjen tënde, unë e kam bindjen time, dhe fillon me ato filozofirat e vendeve tjera. Kthehen në shtëpi, nana nuk qetësohet në asnjë mënyrë. Çka u bë? E humbi djalin. Derisa kërkon me lutje të madhe ndaj tij që ta merr nanën, ta çon në Mekë, ta çon në Kabe. Thot, do të çoj unë e ty, do të çoj. Mirë, po unë nuk kam punë aty. Unë të afroj deri afër Kabes dhe të pres. Ti shko, ban, çfarë ke dëshirë atje dhe kthehu, unë do të pres ty. E çon nanën në Kabe dhe ky e pret në vetur. Ende nuk është i kthjellët, ende nuk e di gabimin e tij. Nana në Kabe, i ngrit duar, e lut Allahun Azza wa Jall për djalin e saj. Ky njeri duke qëndruar dhe duke pritur, vjen momenti që të dëgjon ezanin ku thirret Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas gjitha atyre viteve që nuk ka dëgjuar ezan fare, në momentin që dëgjon ezanin, i rënqethet zemra. Në momentin që dëgjon ezanin, i rënqethet trupi. Në momentin që dëgjon ezanin, i rjedhin lotët. Atëherë e kupton devijimin, gabimin e madh që e ka bë. Me vrap ngritet, shkon dhe merr abdes dhe hin në Kabe, i bie në sejdë Allahut Azza wa Jall. Pendohet nga gabimi i madh që e ka bën në jetën e tij. E fali Allahu Azza wa Jall. Ky njeri pas disa viteve, sot hoxha në fjalë tregon, është prej besimtarëve më të mirë të atij vendi. A gabon njeriu? Gabon. A gabojmë ne? Të gjithë gabojmë. Mirë, po duhet të shpejtojmë sa ma shpejt, të ngutemi në pendim të Allahu Azza wa Jall. E nëse pendohemi, jo që Allahu Azza wa Jall vetëm i fal gjunahet, jo vetëm kaq, mirësia Allahut Azza wa Jall, rahmeti Allahut Azza wa Jall është edhe më i madh. Tha Allahu Azza wa Jall, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Ata të cilët pendohen, besojnë, bëjnë vepra të mira. Çka bëhet me këta njerëz? Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu të këqijat e tyre u ban të mira. Gjunahet e tyre u shndron në sevape. Gabimet e tyre u ban në punë të mira. Subhanallah. Ai i cili ka bë gjunahe, pendohet, Allahu i ashlin, i afal gjunahet dhe njëkohësisht ato gjunahe i shndrohen në vepra të mira. Kështu ndodhi me një njeri i cili ishte i shtyr në mosh, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, a ke pa dikant i cili nuk ka lënë të keqe pa e bë? Subhanallah, deri në këtë shkallë. A ke pa dikant i cili nuk ka lënë të keqe pa e bë? Krejt këqijat e dunjas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ke pranuar Islamin? Tha, unë dëshmoj në la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, vazhdo, vepro, ban vepra të mira, Allahu ato të këqija do t'i shëndron, do t'i kthen në punë të mira, ato gjunahe do t'i shëndron në sevape. Ky njeri tha, wa ghadarati wa fajrati, krejt ato të kaluarat, ato të këqijat, ato gjuna që i kanë bë, ka me mi kthy Allahun në sevape, në punë të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po, ky njeri u gëzua shumë dhe u largua duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, duke e madhruar Allahun azza wa jall me gëzimin më të madh. Jo që Allahu ja ka fal gjunahet, jo vetëm kaq, ato gjunahe do t'ja shëndron në sevape. Kjo është mirësia Allahut azza wa jall për atë njeri i cili pendohet tek Allahu. Andaj sa nuk është vonë, andaj sa nuk ka ardhur rreziku, andaj sa nuk ka ardhur fundi secili prej nesh. Kemi bë gjunahe, kemi bë gabime, kemi lëshime, kemi rëshqitje, mundësia është sot. Mundësia është sonte, mundësia është në këto ditë, në këto net të mdhaja, të pendohemi të Allahu azza wa jall në kohën që pendimi pranohet, para se të vjen shpirti në fyt, e atëherë edhe nëse pendohet njeriu në ato momente, pendimi i tij nuk vlen. Andaj secili wasari'u, shpejtoni në pendim të Allahu azza wa jall para se të vjen momenti i vdekjes. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të ne fal gjunahet tona, Allahu të ne fal gabimet tona. Gjunahet tona janë të shumta, gjunahet tona janë të mëdhaja dhe të vogla, gjunahet tona janë haptas edhe fshehtas, gjunahet tona që i dim ne dhe gjunahet që ne i din edhe të tjerët. Në jetë shumë kemi gabuar, në jetë kemi rëshqitur shumë herë, mirë po, mëshira Allahut azza wa jall është më e madhe se çdo gjë. E lutim Allahun azza wa jall, Allahu të ne fal gjunahet tona, Allahu të ne pastron gabimet tona, Allahu të na ban prej atyre që pendohemi, rikthehemi, përmirësohemi ndaj Allahut azza wa jall. Elus Allahun azza wa jall, Allahu të ne pranon ibadetet tona, Allahu namazin ton të ne pranon, agjërimin ton të ne pranon, zekatin, sadakan, hatmet tona, lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të ne pranon. Gjunahet tona të ne fal dhe të ne pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.